Erion Veliaj aktualisht në paraburgim në Durrës kërkon që t'i lejohet një takim me përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, të cilat do të vizitojnë Shqipërinë në datat 17 deri në 19 nëntor. Në dokumentin zyrtar që mban firmën e tij, Veliaj i kërkon SPAK-ut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve të miratojnë kërkesën për zhvillimin e takimit në ambientet e burgut ku ndodhet, duke theksuar rëndësinë e tij për garantimin e transparencës dhe respektimit të drejtave të njerëzit. Sipas kryebashkiakut të Tiranës, vizita e delegacionit të Këshillit të Evropës zhvillohet në kuadër të misionit të monitorimit për respektimin e parimeve të demokracisë vendore dhe qeverisjes së mirë në vendet anëtare të organizatës. Në këtë kuadër, Veliaj kërkon që përfaqësuesit ndërkombëtar të kenë mundësi të njihen nga afër me institucionet e tij ligjore dhe institucionale, si dhe me mënyrën se si po respektojnë të drejtat e tij si ndaluar dhe si funksionar publik. Qëllimi i këtij takimi është që të sigurojë transparencë, komunikim të drejtë për drejtë dhe informim të saktë mbi statusin tim ligjor dhe institucional si kryetari i Bashkisë së Tiranës në përputhje me nenet 6 dhe 8 të Konventës Evropiane të drejtave të njerëzit që garantojnë të drejtën për komunikim dhe përfaqësim. Sipas Veliaj, takimi me delegacionin do të ndihmonte në sqarimin e rrethanave ligjore të ndalimit të tij në mënyrën se si po trajtohen çështjet që lidhen me ushtrimin e detyrës së tij si kryetar bashkie, ndërkohë që proceset gjyqësore janë ende në zhvillim. Burime nga Këshilli i Evropës konfirmojnë se vizita në Shqipëri është pjesë e misioneve të rregullta të monitorimit për vlerësimin e demokracisë lokale dhe funksionimit të institucioneve vendore. Delegacioni do zhvillojë takime me përfaqësues të qeverisë, opozitës, institucioneve të pavarura dhe përfaqësues të pushtetit vendor përfshi Tiranën. Kjo kërkesë Veliajt, e cila vjen pas disa javësh tension institucional mes bashkisë dhe qeverisë qendrore, shihet si një përpjekje për të ruajtur komunikim me partnerët ndërkombëtar dhe për të siguruar një pasqyrim të drejtë të situatës së tij ligjore në raportet ndërkombëtare.